Shojmë në Dibër si paraqitet situata nga ngricat. Përshëndetje Mahir Jangulli. Përshëndetje Ertil. Po ditën e sotme pra Dibër është nxirr nga ngricat shumëta, sidomos ka pat probleme rruga e Arbrit nga Peshkëtia deri në Maqellar, në disa segmente të rrugës ku rruga ka mbajtur ujë, ka patur ngrita gjatë natës dhe shoferët duhet të kenë kujdes të shtuar pra në këto segmente të rrugës për shkak se bën burim aksidentesh në çdo moment. Pra rruga Peshkëti Maqellar ka disa segmente të rrugës që kanë ngritë, ka problematikë. Ndërkohë temperaturat janë në minus? Temperaturat vazhdojnë të jenë minus 10 gradë, pra në gjithë qarkun e Dibrës, gjithë qarkun në Peshkëpi dhe në Bulqisë më shumë. Rrugët e fshatrave që lidhen me bashkinë, pra me bashkinë Dibrë dhe me bashkinë Bulqisë janë të hapura. Problematik ka patur rruga Ure Qernesit Dibrë-Asht, e cila është një rrugë turistike ku turistët shkojnë në parkun e Shërbërnikës, ka patur probleme në këtë rrugë, pra që rrugë ka prezencë afër dhe gjithë drejtuesit e mjeteve që ndjekin atë rrugë do të kenë kujdes, pra ose me goma dimrore dhe me pajisje dimrore do të vizin në aks rrugë, ose se rruga aktualisht ka problematika. Mirë, faleminderit Mahir, në rast se do të ketë problematika, menjëherë do të kërkoni linjën për të lidhur së bashku.